Jella gjella me preshën. E ben. Unë e kam qef ta kështu me kërshit. Nuk do ta unë me gjithate. S'ke të sa ta provoj. Sa me marrë i bërë në kejgjë. Edhe pa mish ta bësh këtë, kjo bëhet super. Buon. Përshëndetje goca, përshëndetje. Kjo është darka ime që unë bëra dje. Kam marrë 3 presha, i kam prerë, si që tregova dje në dark tek një video, që thash do bëj gjithë me presha. Në disa video mua vim për të qeshur me juve, unë nuk e di me disa njerë se ke parasysh me disa veta që komentojnë pa kuptuar të videon, pa kuptuar asnjë gjë dhe komentojnë shumë gjëra që nuk ja vlejnë. Unë këtu e njerëz dashur nuk jam as për të treguar dikujt që unë jam me mira, këtu kam prerë dhe mishin në copza, as për të treguar që unë jam me zgjuar, as kam dalë që të mësoj juve që duhet të gatuani kështu si shte unë, ose si që po e bëj une, se çdo njeri në jetën e tij është i lirë të bëj çfarë të doj. Këtu kam hedhur mishin për të skuqur dhe me pak fjalë doja të thoshem që pse nuk i lini njerëzit e qetë dhe në rrjetet sociale. Çdo njeri që del këtu ja del për veten e saj, nuk del për asnjëri tjetër, ka dalë për një piksunim. Diçka do të arri, po e provon, nuk vetë e mirë, e di vetë se do ta mbylli, do ta mbaj hapur këtë rrjet social që ka hapur. Unë nuk e di ku juve ju peshon dhe ju rëndon kjo gjendja e videove të mia. Dhe nuk e kuptoj për disa veta, po megjithatë këtu kam hequr mishin dhe në të njëjtin digan kam vendosur preshin për të skuqur. Dhe duhet ta kuptoni njerëz të dashur që nuk jemi këtu manikina dhe ju të losni të shkruani çfarë t'ju doj shefi. Unë besoj se dhe ju keni një familje, edhe nuk besoj se do t'ju pëlqej që dikush tjetër të vijë dhe të shaj ty, ke parasysh pa motiv. Është e njëjta gjë të vi unë dhe t'ju shaj juve. Si që shikoni, kam bashkuar mishin dhe preshin bashkë, kam shtuar ujë, rigon, krip dhe në fund fare kam hedhur salcën. Nuk e kam trazuar derisa e shtëruar ujë, që preshi mos të prishte formën e tij. Besoj se edhe në këtë video që unë po publikoj tani që është thjesht një gatim i thjesht tradicional shqiptar që e kam bërë nëna tona, ato e kam bërë pa mish, i shtoni dhe një dororis që si të ngopeshin fëmijët edhe familjet tyre. Ju gjithmonë do keni diçka për të thënë. Ik moj se na vdiqe me këto videot e tua, me këto gatimet e tua dhe ja o njerëz të mirë si na dolin neve gjella me presh. Kësa radhe nuk i kam hedhur oris, e preferova pa oris. Pse duhet komentoni pas një lloj lidhje, nuk e marr vesh. Unë këtu jam në shtëpinë time, edhe që jam në telefon, që ju më shikoni ndaj telefonit, gjithsesi jam në shtëpinë time. Kërkoj ndjes dhe dhe falenderoj gjithë shoqërinë time që më mbështet, më adhuron dhe më do dhe njëjta gjë jam dhe unë për ta, edhe ju kam shumë xhan, faleminderit shumë për gjitha gjërat e bukura dhe falenderoj dhe ata që janë negativ. Shpresoj që një ditë të përmirësohen me mendimet e tyre dhe me mesazhet e tyre. Kalofshi një mazite të bukur, njerëz të mirë dhe ja gjella jon që hëngrë mbrëm. Mirupafshim.